Edhe na lën mua e ty e gjithë mbrapa. Unë s'jam marrë kur me Inën, ju e dini shumë edhe s'doja. Ama është një person që mund ka prish. Për dyshime, apo jo? Ama mund ka prish lojën, nuk kam që t'ju them ju në që se ju s'ma keni prish lojën. O Greta, ajo ta ka prish të lojën, po ti po mos të kësha hap gojën, nesër do merë një matë gjë, nesër në pranë do diskutojët kjo gjëja. Ti shkove, i re, bam. Do t'i bi se kur një person mua më prish lojën, gjëra. Mund t'isha unë që ta prisha lojën, dhe që të të bëjë, s'ka lidhje. Absolutisht keq. Mund t'isha unë. Është ajo që meriton se unë deri më sot nuk i ka thënë. Unë deri më sot nuk i kam thënë asnjë gjë. As për kesin, as si që nuk mi ka interesu deri më sot. Ama kur ti ma bën diçka, pa të bo as i lloj gjoje, kur unë biles një nga të pakta që ju e dini vetë, o Stelin, a i kam thënë e herë në e gjohë? Jo, për së vërtetë ti e ke prit më mirë nga të gjithë ne. Realisht, dhe të vita ne për teket e vetat, ma prishin lojën nuk ka shanse. Oke, mund t'i kështë e folë këshu, për teket e tuja të prishin stimulojnë, po ja kam thënë deri... Po ti shkove, vazhdove më shumë. Se e vazhdove dhe e thellon, për mu këtë shumë kish kjo gjë. Jo, fare, nuk kam kalu as i lloj limiti se do kisha ardhë kujdes mikrofonin Greta, as i gjos më ka ardhë. Se qa ofendimi është i them tjetër si e vezë, se han vezë. O Greta, nuk fa shumë që ti e shave atë lloj pike që të thuaj kujdes mikrofoni. Fakti që ti e sulmove aq shumë dhe ajo nuk të ktheu fare për gjë, nuk reagoj fare. Po nuk reagon se s'ka çfarë të më thotë mua, ose nuk i kam lënë shkak. Po ç'a lidhje ka? Nuk më ka lënë shkak. Ajo nuk ka pas shkak fare me asnjëri dhe ka thënë, ti e di shumë mirë. Ajo ka stile të latë flisje. Që dilet i keq. Asi lloj keqi, se ajo ka nxjerr deri më sot fytyrën e vet. Po redaktor, unë ja kam thënë se since day one që kam ardhur këtu, ja kam thënë çka kam menu për atë tik. Kupton, nuk jam keq fare. Në këtë rast dua të unë nuk i kam prek asnjë lloj gjëje tjetër, asnjë o zemra situatat këtu. Unë ula mora patinën edhe bolltallja thash mora kokoshkat po shoh shfaqje. Kur shoh fund Greta aty. Se unë me idenë që do bënte ajo në budalli. Të dy, dhe Rogerti dhe ajo kokës. Po normal që nuk ka çfarë të thotë, se unë e kam prit mirë deri më sot. Nuk i kam kthyer asnjëherë asnjë gjë. E me të mira dhe ti të ma bosh? No. Dakor, jam me ty, Grena të se është nominim. Normal që ishte një nominim fuqishëm, kalu e ke tjetëri ta shis dhjetë që dhe bëhet, kështu që ajo normal situatat do. Unë jam shumë në rregull me veten time, se nuk i kam prek asnjë lloj gjëje që kalon limitet. Po pra, problemi është ti duhet kujtohesh, ajo. Nuk është asnjë lloj ofendimi ti thosh vez, kos, dhall tjetrin. Po jo më është tash se ti ushqimi është ushqim, njeriu është njeri. Jo, nuk është, no. Mund t'i thush edhe o veze prishur, o ku ta di. Edhe fytyrë, pastaj bukur. Fytyrë e bukur, çka ka këtu të keqe? E nise për t'i thënë që tjetër, pa hajtë dhe që... Po mirë, është aftësia ime të ndaloj edhe të di... Po pra po... Që kemi realist, o Greta. Po pra po ku? Qa i thashun? Fytyrë e bukur. Ma thuj ti ku isha ofendimi. Ma thuj, ku isha ofendimi. Mirë, sa gjëra thuen ashtu në për shtëpi edhe Rogerti vjen e thot fjali me kuptime apo fjalë me kuptime të dyta. Po e dim shumë mirë se kush është kuptimi që e thot ai. Për ty, moj, jo për mu, apo të mbrojnë minën, kur njetë... Shpirti, shumë në regull jam, që se unë e stopoj vetën edhe i them fytyre bukur, vetet. E ke njësë në drekt, i ke bota atë gjestin që i ktheve kurrizin... Pa tjetër mund këthet kurrizin sa her dush, qa ofendimi është ajo, nuk është ofendim. Unë i di shumë mirë limitet në këtë loja dhe gjitha, i di shumë mirë, baso. Asi loj. Kam përshtypin që ke. Shife pak e i dolapi aty, jo i pari i dyti, jo andej nga ana tjetër. Tjetri, i dyti. Shife pak, erë të duket se i ke aty. Ajo qatë s'ka thonë, dhe për i gjë që thash unë, pse ju revoltova sot, normal që dhe revoltohem, kam dhe unë drejtat e mija. Të revoltohem dhe t'i bi kokës. Revoltoh dhe bjeri kokës, për gjëra në loj, ai kam thënë gjë për jashtë në taj. Ai kam përdore situatat e mënyra dur. Se nuk ishte fare mënyra e dur se si vërtet ju qase. Unë për gjëra në shpi merrem. Po këto pra ishin gjërat në shpi. Gjithë qef, thash, me pas show, në sensin po utalja me këto, kush, ke nevoj për ndihmë, Gimbo?
Ate që thash që do na bjerë po ne me bo. Ate thash. Ate që thash që do na bjerë po ne me bo. I kam thënë që nuk din as laj kokën e vet, as bëj lavatriçe. Po pra, jam shumë dakord me këtë gjën. Jam shumë dakord. Jo tani këtu të shpikur nga jashtë, nuk ka asnjë. Nuk është ofendim qoftë se i thu o djath, o kos, o vez. Çfarë të keqe? S'u do më qitjet me mush. Qysh me qit. Kthejmë, shef do të nga tapa si e ka mekanizmin?